Shoferët e kamionëve të Ballkanit Perëndimor do të mbajnë protesta të koordinuara më 26 janar, duke bllokuar terminalet e mallrave në pikat kufitare me vendet fqinje të Schengenit në shenjë proteste kundër sistemit të ri të digitalizuar të hyrje-daljeve EES të Bashkimit Evropian, sistemi i cili zëvendëson vullosjen manuale të pasaportave me dhëna biometrike, kontrolle automatike dhe gjurmim digital të qëndrimeve të shkurtra, është planifikuar të bëhet plotësisht funksional më 10 prill. Sistemi i ri pritet të shkaktojë vonesa të konsiderueshme në kufi dhe të zgjasë procedurat doganore, sipas një njoftimi për shtyp të lëshuar nga shoqata serbe e transportuesve ndërkombëtar rrugor, një nga organizatorët kryesor të protestës. Shoqata paralajmëron gjithashtu se EES në fakt i klasifikon shoferët profesionist që kalojnë më shumë se 90 ditë brenda një periudhe 180 ditore në BE si punëtor të paligjshëm, një situatë që sipas saj rezulton në sanksione të mëtejshme dhe i vendos si shoferët, ashtu edhe kompanitë e transportit në një gjendje pasigurie të vazhdueshme në lidhje me mbijetesën e tyre, duke u përballur me rrezikun e arrestimit, deportimit dhe një aftësie të reduktuar ndjeshëm për të punuar. Shoqata kaloi 2 vitet e fundit duke u përpjekur të arrinte një marrëveshje me Komisionin Evropian, por pa sukses, sipas një njoftimi për shtyp. Shqetësime të ngjashme shkaktuan protesta nga shoferët e kamionëve në Bosnjë dhe Hercegovinë në shtator 2025. Demonstratat të quajtura protestat 90 fraksion 180 u njoftuan zyrtarisht në një konferencë për shtyp më 16 janar nga përfaqësuesit e shoqatës serbe të transportuesve ndërkombëtar rrugor, konsorciumit logjistik të Bosnjë-Hercegovinës dhe shoqatës së transportuesve ndërkombëtar të mallrave të Malit të Zi. Në një deklaratë të postuar në faqen e saj zyrtare në Facebook, shoqata serbe e transportuesve ndërkombëtar rrugor tha se po kërkon një dallim të qartë ligjor midis punës dhe qëndrimit në BE, njohjen e së drejtës së shoferëve për të punuar përtej kufive dhe siguri ligjore që do t'i mbronte shoferët nga arrestimi ose deportimi gjatë kryerjes së punës së tyre. Shoqata paralajmëroi se nëse rregullat zbatohen pa ndryshime, kompanitë e transportit të Ballkanit Perëndimor mund të përballen me një mungesë të rëndë shoferësh deri në mesin e prillit. Ata thonë se kjo do të çonte në një kolaps të plotë të zinxhirit të furnizimit dhe do të kishte pasoja të gjera për ekonominë rajonale. Transporti rrugor i mallrave është një elitar shpëtimi ekonomik për Ballkanin Perëndimor, duke mbështetur rreth 83 miliardë euro në tregtim vjetore me BE-n në vitin 2024, me shumicën e mallrave që transportohen me rrugë toksore. Sektori përbën rreth 2.4% të prodhimit të brendshëm bruto si në Serbi, ashtu edhe në Bosnjë. Vetëm në Serbi, industria vlerësohet në më shumë se 2 miliardë euro, duke mbështetur mbi 4.000 biznese dhe 10 mijëra punëtor, sipas firmës së kërkimit të tregut Ibis World. Ndikimi tashmë po ndihet. Shumë kompani transporti janë detyruar të riregjistrohen në shtetet fqinje anëtare të BE-s, si Kroacia dhe Slovenia, në mënyrë që të vazhdojnë të operojnë. Sipas njoftimit për shtyp, protestat pritet të zgjasin të paktën një javë dhe do të fillojnë njëkohësisht në disa pika kufitare serbe me vendet e Schengenit. Këto përfshin pikat kufitare me Kroacinë përgjatë kufirit veri perëndimor të Serbisë, duke përfshirë Batrovcin, Nestinin, Bačka, Palankën, Bezdanin, Bogojevën, me Hungarinë në veri, Bački Breg, Kelebia, Horgosh, Rumaninë në lindje dhe Bullgarinë në juglindje. Gjatë një konferencë për shtyp më 19 janar, një zëdhënësi i Komisionit Evropian tha në përgjigje të protestave se sistemi i hyrje-daljes nuk prezanton rregulla të reja, por është hartuar për të siguruar zbatim më efektiv të atyre ekzistuese. Komisioni tha se po monitoron situatën dhe mbetet në kontakt me partnerët e Ballkanit Perëndimor, duke vënë në dukje se ka hapësirë për fleksibilitet të integruar, veçanërisht në lidhje me punëtorët ndërkufitar. Megjithatë, deri më tani nuk janë njoftuar ndryshime në afatin kohor të zbatimit të sistemit energjisë elektrike EES.